Unë mendoj që Amerikanët dhe Izraelitët për momentin janë duke u përpjekur të gjenë një arsye për të goditur, një justifikim për të goditur Iranin, ose për ta ulur Iranin në një mënyrë ose në tjetër në tavolinë. Ajo që unë shoh është që Izraeli, që ka një ndikim gjigant në këtë administrat, këtë radhë ka ndryshuar narrativën dhe nuk negocion më për ta kthyer programin bërthamor në paqësor, kërkon zhdukjen me çdo kusht të programit bërthamor iranian. Qoftë në tavolinë, qoftë me luftë drejt për drejt ndaj Iranit. Dhe unë kam përshtypjen që nëse Amerikanët ose Izraelitët ose veç e veç ose dy bashk godasin Iranin, nuk ka për të patur në një luftë të madhe në lindjen e mesme, sepse përshtypja ime është që Irani nuk ka fuqinë të bëjë luftë as me Izraelin dhe as me Shtetet Bashkuara. Do bëj atë që bëri kur u vra Qasem Sulejmani, do bëri atë që bëri para disa muajsh kur goditi me disa raketa Izraelin, por nuk ka për të pasur në një luftë më të madhe sa ka që për momentin. A dhe si do ishte lufta që do bënte Irani në kundërpërgjigje, thjesht kështu? Do lëshohen disa raketa ndaj objektivat saktuar amerikane dhe izraelite dhe do ndodhë asgjë. Do godasit gjitha bazat ushtarake amerikane në rajon, cilën e ka kapacitetin të godasi, por luftë konvencionale midis trupave nuk mund të ndodhë, as midis Iranit dhe Izraelit, as midis Iranit dhe Shqipërisë së Amerikës. Janë larg. Dakord, por ama mund të aktivizoj edhe mund të destabilizimin, mund të krijojë edhe brenda. Kemi një problem në rast se në këtë goditje ndaj Iranit, në rast se këtë goditje ndaj Iranit, Shtetet Bashkuara të Amerikës do kenë leje të përdorin hapësirën ajrore saudite, iranianët do godasin edhe Saudin. Në rast se sauditët, kësaj radhe sauditët nuk dhanë leje për përdorin hapësirës ajrore tyre, pra në rast se ata do vazhdojnë të qëndrojnë kështu, nuk kemi përhapje të këtij konflikti. Në rast se do ndodhi e kundërta, atëherë do kemi përhapje të këtij konflikti. Por destabilizim me akte terroriste brenda Amerikës mund të kemi? Jo, nuk do të kemi. Se ka këtë fuqi Irani. Jo, nuk e ka këtë fuqi aktualisht.